Inspektorati Policor i Kosovës ka arrestuar një zyrtar policor i cili ishte i angazhuar në policinë kufitare, stacionin e policisë kufitare në Glubovçiç, raporton Kosovë Press, siç njofton IKP, hetuesit e saj kishin pranuar informacione dje, ku dyshohej se ky zyrtar policor jashtë detyrës zyrtari ka ushtruar dhunë fizike ndaj një qytetari të moshës së mitur, me rast të njëjtit janë shkaktuar dëmtime të lehta trupore. IPK-ja ka ndërmarrë veprime paraprake timore në konsultim me prokurorinë themelore në Ferizaj, pas të cilave ka dyshime të arsyeshme që zyrtari policor ka kryer veprën penale lëndimi lehtë trupor, thuhet në njoftim. Sipas IPK-s, zyrtari i dyshuar është arrestuar dhe me akt vendim të prokurorisë i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë. Në përputhje me kompetencat ligjore dhe në interes të hetimit penal, IPK i ka rekomanduar policisë së Kosovës suspendimin për këtë zyrtar policor, përderisa veprimet e tjera hetimore duhet të ndërmerren në koordinim me prokurorinë themelore në Ferizaj, thuhet në njoftim.